ai la familjen, la familjarët e tij dhe humbi jetën në një moshë të re. Pse? Për hir të detyrës, në emër të shtetit, në emër të funksioneve, në emër të drejtësisë. Prandaj kjo dhimbje që ndiejmë të gjithë ne që kemi punuar në polici, po dhe ata që janë sot atje, është një dhimbje e madhe. Sepse thash nuk është thjesht një person që është vrarë, por është vrarë shteti. Dhe në moment që shteti është vrarë, patjetër duhet bëhet analiza, pse u vra ky personi? Për gabime operacionale, për aftësitë të jashtëzakonshme të autorit, për pamundësitë vendosjes së infrastrukturës ose të mbrojtjes nevojshme që ata duhet të kenë. Të gjitha këto do të bëhet analizë, sepse vetëm ky rast duhet të dalin përgjegjësit dhe përgjegjësia. Po duhet dhe në raste të tjera mos kemi ngjarje të tilla, sepse nuk nëse ne humbim në çdo operacion, punojës policie, pastaj kjo është e dhimbshme. Nuk mund të ndalë numrin e punojësve të vrarë. Nuk mund të llogarisim sa persona kemi përballë, dhe aq punojës policie humbasin. Prandaj është e dhimbshme rasti i humbjes së një punojëse policie. Është e dhimbshme edhe nga pikpamja profesionale, edhe nga pikpamja humane, po edhe nga pikpamja taktike, sepse jep kurajë personave si ai, që edhe mund të qellojnë dhe kanë guximin. Ai nuk ka shprehur as pendes, një person që jeton në pyje, një person që ka jetuar në stan. Mendoni çfarë agresiviteti, ambienti ku ai ka jetuar gjithë këto vite, dhe me çfarë urrëtie dhe me çfarë përballje nga disa portale që thonë ai u përgatiste me armën. Po ku i gjente fishekët? Po furnizimin nga e merrte për të jetuar. Jetonte vetëm me delet. Ka pasur kontakte apo jo? Janë si atë marrë informacionet policore. Ka pasur dekonspirim apo rastësisht ai zbuloi që punojësit e policisë vajtën dhe diktoi lëvizjet dhe bëri goditje ndaj tyre. Prandaj të gjitha këto do jenë pjesë të hetimit.